Stephen Hawking, një nga shkencëtarët më të mëdhenj, paralajmëroi se inteligjenca artificiale mund të jetë arritja më e madhe e njerëzimit ose vetë rënia e tij. Ai e shihte inteligjencën artificiale si një forcë që mund të zhdukte sëmundjet, të jepte fund varfërisë dhe madje mund të shbënte dëmin mjedisor të industrializimit. Por ai gjithashtu kishte frikë nga një rezultat më i errët, armë të fuqishme autonome, trazira ekonomike dhe sisteme që inteligjenca artificiale mund të zhvillojë vullnetin e vet, që mund të mos jetë i ngjashëm me vullnetin tonë. Gati një dekadë më vonë, sa i saktë është parashikimi i tij? Inteligjenca është thelbësore për atë që do të thotë të jesh njeri. Gjithçka që ka arritur njerëzimi ynë është produkt i inteligjencës njerëzore. Nga të mësuarit për të zotëruar zjarrin, deri tek të mësuarit për të rritur ushqimin, tek të kuptuarit e kozmosit. Unë besoj se nuk ka dallim të thellë midis asaj që mund të arrihet nga një tru biologjik dhe nga asaj që mund të arrihet nga një kompjuter. Prandaj, rrjedh se kompjuterit në teori mund të imitojnë inteligjencën njerëzore, madje edhe ta tejkalojnë atë. Përfundimet e mundshme të krijimit të inteligjencës janë të mëdha. Ne mund të parashikojmë se çfarë mund të arrijnë kur vetë mendjet tona përforcohen nga inteligjenca artificiale. Ndoshta me mjetet e këtij revolucioni të ri teknologjik, ne do të jemi në gjendje të zhbëjmë disa nga dëmet që janë bërë botës kohët e fundit. Dhe me siguri do të synojmë të zhdukim përfundimisht sëmundjet dhe varfërinë. Çdo aspekt i jetës sonë do të transformohet. Me pak fjalë, suksesi në krijimin e inteligjencës artificiale mund të jetë ngjarja më e madhe në historinë e qytetërimit tonë. Por gjithashtu ajo mund të jetë dhe fundi ynë si racë njerëzore, nëse nuk mësojmë se si të shmangim rreziqet. Krahas përfitimeve, inteligjenca artificiale do të sjellë edhe rreziqe, siç janë armë të fuqishme autonome ose mënyra të reja që të paktën të shtypin të shumtët. Do të sjellë përçarje të madhe në ekonomi dhe në midis vendeve. Dhe në të ardhmen, inteligjenca mund të zhvillojë një vullnet të vetin që është një vullnet në konflikt me vullnetin tonë, si racë njerëzore. Me pak fjalë, ngritja e inteligjencës artificiale të fuqishme do të jetë gjëja më e mirë ose më e keqe që ka ndodhur ndonjëherë njerëzimit. Ne ende nuk e dim se në cilën. Ju lutem miq, nëse ju pëlqeu, bëni share dhe na bëni subscribe në kanalin ton.